Teleshikues të Zëret e Diasporës dhe Albukej TV, tash kam kënaqësinë mas summitit të katërt në Shqipëri, që të bashkëbisedoj edhe me zotri Nazmia Kurti, një jurist në Zvicër, një aktivist i jashtëzakonshëm që gjithandej mirret me çështje shqiptare, është kryetar i lidhjes shqiptare në botë. Zotria Kurti, faleminderit për kohën. Me kënaqësi, faleminderit për ftesën. Ju shoh dhe ju pash në këtë aktivitetin e fundit dhe jeni shumë të angazhuar të organizojmë meze gjeta 10 minuta nga jo. Me thoni pak a shumë çka jeni të prit tani dhe si e pat summitin e katërt. Faleminderit shumë. Po summiti i katërt është një event shumë i rëndësishëm për diasporën shqiptare. Është hera e tretë që marr pjesë në këto summite dhe secilën herë shoh rezultate dhe përparime që bëhen edhe në organizimin. Mendoj në organizimin përmbajtësor, po edhe ajo ana tjetër e rjetëzimit të diasporës, sepse në këtë summit takojmë shqiptarët nga Amerika, nga Australia, nga gjitha vendet e botës, dhe është shumë i rëndësishëm. Ky summit i katërt kishte edhe përmbajtje shumë më të ngjeshur se sa summitet e përparshme, dhe unë mendoj që ky duhet të vazhdojë. Natyrisht ka gjithmonë vend për përmirësime. Unë mendoj se summiti i diasporës duhet të organizohet nga dy qeveritë tona, do thot nga qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës, sepse ne e pamë në summit ishte më shumë se gjysma e pjesëmarrësve ishin me përardhje nga Kosova, që jetojnë në përbotë. Prandaj unë mendoj që ne diaspora nuk njeh kufi, diaspora s'ka kufi, diaspora shqiptare është një dhe e pandarë. Prandaj edhe si e tillë duhet trajtohet edhe në këto summite, në këto evente, organizime. Unë jam këtu në cilësinë e kryetarit të lidhjes shqiptare në botë. Mora pjesë në summit, takova njerëz, miq. Këtu kemi, siç e dini, lidhja shqiptare në botë ka për qëllim që të bashkojë potencialin e shqiptarëve në përbotë dhe ta vë atë në shërbim të çështjes kombëtare dhe të adhut. Edhe në këtë drejtim, unë bëra disa takime të rëndësishme në drejtim të organizimit, sepse ne jemi në ripërtritjen e radhëve të lidhjes shqiptare në botë, cila është themeluar para 30 vitesh, dhe tash natyrisht disa nga njerëzit fatkeqësisht nuk janë më në jetë, disa kanë arrit një moshë që nuk u lejon fort të jenë aktiv në çështjen kombëtare dhe tashi po organizojmë në shtete të ndryshme njerëz të vullnetit të mirë, njerëz të ngritur që të marrin përsipër drejtimin e lidhjes shqiptare në botë në ato vende ku jetojnë. Dhe sonte kam kënaqësinë të jemi ftuar nga asambleisti i New Yorkut, zoti Mark Gjonaj, përfaqësues shumë i denj i komunitetit shqiptar në Amerikë. Ka organizuar një koktej për diasporën shqiptare, për disa miq që janë prezent këtu në summit, dhe me te përveç tjeras do të bisedoj edhe për organizimin e një kuvendi të lidhjes shqiptare në botë në Amerikë, sepse atë e konsiderojmë pjesën më të rëndësishme të diasporës shqiptare. Ajo ka një histori shumë të gjatë të kontributit jashtëzakonshëm për çështjet kombëtare, dhe e kemi shumë të rëndësishme që atje të kemi një përfaqësues i cili vërtet do ta çojë këtë program kombëtar më përpara. Ne jemi mësuar si shqiptar që të punojmë nën presion, edhe në momentin kur na hiqet presioni, si kur na vrehet që qetësohemi pak, relaksohemi më shumë derisa bota është në kriza të vazhdueshme. Na tregon sa është rëndësishme tani që shqiptarët janë apo lidhja shqiptare të jetë pak më fuqishme, që ta çojë porosinë tek bashkëvendasit tonë gjithandej. Mendoj se asnjëherë nuk ka rënë nevoja e organizimit, e bashkëveprimit, e bashkimit të shqiptarëve, sepse ne dihet kemi qenë kohë shumë të gjatë të pushtuar, edhe pas çlirimit ka jashtëzakonisht shumë nevojë që ne të jemi një, të jemi bashkë, të
koordinojmë veprimet tona, sidomos në situatën aktuale, kur gjithë bota është trazuar nga lufta në Iran, nga lufta në Ukrainë, nga kriza tjera, mendoj se është e domosdoshme që të gjithë shqiptarët flasin me një zë. Pra, për fund të intervistës, të falenderoj shumë për kohën, edhe pse agjendën gjeshur në një porosit të veçantë për hapësiret që i dohet diasporës për ta përkrahur Shqipërinë dhe Kosovën, përveç problemeve që qeveria ka njëherë po del me nëjësillë. Po, shife, diaspora është ajo që nuk është ndalë asnjëherë kontribuari. Edhe atëherë kur janë mbyllë dyert, ka gjetë forma për të depërtuar dhe për të kriju, për të dhënë kontributin. Edhe kur janë hapë dyert, ka ardhur me gjithë zemër dhe ka kontribuar. Unë mendoj se është e pa logjikshme, për shembull, kur ndëgjojmë zëra që diaspora nuk do duhet të ketë të drejtë vote. Ajo është një drejtë e garantuar kushtetuese në çdo vend të botës. Dhe janë gjëra budallallëqe që flasin disa. Mendoj se diaspora duhet të përkrahet shumë më shumë, sepse me atë nuk na përkrahin neve, përkrahin vetveten. Ata, mendoj, në gjitha trojet shqiptare duhet të shfrytëzohet rasti derisa ka ende diasporë të gjeneratës parë dhe të dytë, sepse unë mendoj se me gjeneratën e tretë, katërt e tutje do zbehen pak ato emocionet që kanë njerëzit me tokën e të parëve, edhe kam frikë që atëherë edhe mbështetja do të jetë pak më e dobët. Prandaj ta shfrytëzojmë rastin, t'i forcojmë shtetet, vendet, trojet tona, sa kemi kaq shumë njerëz të vullnetit të mirë në diasporë, cilët janë gatshëm të japin gjithçka për ne. Zotëria Kurti, falenderoj shumë edhe një herë për punën, angazhimin, natyrisht edhe për kohën që na e kushtuat intervistës sonë. Faleminderit. Faleminderit e lërë. Pra të shikues të Albukej TV, ishte zotëri Nazmia Kurti, i cili na dha edhe propozime, sugjerimet e veta, por njëkohësisht edhe angazhimet e veta për punën dhe për kushtimin ndaj komunitetit shqiptar, sidomos asaj diasporës. Nga unë Sabri Agimi, natën e mirë pashën në emisionet e radhës.